Ora shënon të 03:00 të mëngjesit në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ishte ajo orë kur gjithçka duket më e heshtur, por në të vërtetë emocionet janë më të forta se kurrë. Dritat ishin të zbehta, shumica e banorëve flinin, disa rrotulloheshin nëpër shtretër të pagjumë, ndërsa tensionet e mbledhura gjatë ditës kërkonin një dalje. Askush nuk e mendonte se pikërisht ajo natë do të sillte një nga përplasjet më të forta të sezonit. Klodiani ishte zgjuar. Po ecte nervoz nëpër sallon, duke pirë ujë, duke marrë frym thellë. Mendja e tij ishte e mbushur me mendime, nominime, dyshime, fjalë të pathëna. Ai ndjente se disa banorë po e shikonin si kërcënim. Dhe kjo ndjesi nuk e linte të qetë. Në anën tjetër, lëndrimi po dilte nga dhoma e gjumit. Edhe ai nuk flinte dot. Kishte ndjerë padrejtësi gjatë ditës, komente që i kishte marrë personale, dhe një ndjenjë se po i vije një barë që nuk i takonte. Syt i kishte të skuqur nga lodhja dhe nervat, ata u takuan në korridor. Fillimisht vetëm një shikim. Një shikim që zgjati më shumë se duhej, çka po më shikon? Tha Klodiani me zë të ulët, por të mprehtë, unë po eci këtu, s'kam nevojë me ta dhënë llogari, ja ktheu lëndrimi, po aq i qetë në dukje, por me nerv të mbajtur brenda. Fjalët e para ishin të vogla, por tensioni i vjetër i bëri të tingëllonin si shkëndia mbi benzinë. Klodiani u afrua një hap më shumë, gjithë ditën po flet prapa shpine, i tha. Nëse ke diçka, ma thuaj në sy. Lëndrimi qeshi me ironi. Ti mendon që krejt shtëpia sillet rreth teje. Nuk je aq i rëndësishëm sa mendon. Aty ndryshoi gjithçka. Klodiani e humbi qetësinë. Jo sepse fjalët ishin të rënda, por sepse ishin thënë në momentin më të gabuar. Ai u afrua edhe më shumë, duke hyrë në hapësirën personale të lëndrimit. Kujdes si flet, tha me dhëmbë të shtrënguar. Mos më kërcëno, ju përgjigj lëndrimi, duke e shtyrë lehtë me kraharor. Ai shtytje, edhe pse e vogël, ishte pika e kthesës. Në një sekond, trupat e tyre u përplasën. Jo grushta, jo goditje të rënda, por mundje e fortë, trup më trup, forcë kundër force. Klodiani e kapi lëndrimin nga supet, lëndrimi reagoi duke e kapur nga beli. U rrëzuan mbi divan, duke u përplasur me zhurmë. Zhurma zgjoi banorët. Çka po ndodh? Ndaluani. Disa u ngritën me nxitim nga shtretërit. Alba, Limi, Benita dhe të tjerë vrapuan drejt sallonit. Kamera tashmë ishte fokusuar plotësisht tek ata dy. Klodiani përpiqej ta mbante lëndrimin poshtë, jo për ta lënduar, por për ta dominuar. Lëndrimi nuk dorëzohej, përdorte forcën e tij për t'u çliruar. Frymëmarrjet e tyre ishin të rënda, syt plot inat dhe lodhje, lëshom. Bërtiti lëndrimi. Qetësohu. Ja ktheu Klodiani, banorët ndërhyn. Limi u fut mes tyre, duke u përpjekur t'i ndante. Alba i mbante duart Klodianit, ndërsa dy të tjerë e tërhoqën lëndrimin prapa. Pas disa sekondash që dukeshin si minuta të tëra, ata u ndan, heshtje, vetëm frymëmarrje të shpejta dhe zhurma e kamerave. Lëndrimi u mbështet pas murit, me gjoksin që i ngrihej e i zbriste me shpejtësi. Klodiani u ul në divan, duke mbajtur kokën me duar. Inati po shndërrohej në lodhje. Çfarë po bëni, more? Tha dikush. Është ora 3 të natës. Pas disa minutash, zërat u ulën. Të dy u dërguan në dhoma të ndara për t'u qetësuar. Askush nuk foli për disa çaste. Atmosfera ishte e rëndë, sipas një studie të fortë. Në dhomën e izoluar, Klodiani mendonte, nuk duhej të shkoja deri aty. Ai e dinte që kishte gabuar, por ndjente edhe se kishte mbajtur shumë gjëra brenda. Në anën tjetër, lëndrimi shikonte tavanin dhe mendonte, nuk jam unë i dobët. Por kjo lojë po na çmend të gjithëve. Në mëngjes, shtëpia u zgjua ndryshe. Banorët flisnin me zë të ulët. Përplasja e natës kishte lënë gjurmë. Big Brotheri i thiri të dy në dhomën e rrëfimit. U kërkua qartësi, përgjegjësi dhe reflektim. Kur u kthyen, nuk u përqafuan. Nuk u buzëqeshën. Por u pan në sy, dhe ajo shikim nuk kishte më inat. Kishte lodhje. Kishte kuptim. Kishte një heshtje që thoshte më shumë se çdo fjalë. Kjo shtëpi të shtyn në kufijtë e vetes. Përplasja e orës 3 të natës u bë një nga momentet më të forta të Big Brother Kosova, jo për dhunën, por për atë që tregoi, se nën presion, edhe njerëzit më të qetë mund të shpërthejnë, dhe se kontrolli i vetes është sfida më e madhe e lojës.